Emrin në Allahut me shiruesit me shërbersit, të dashur ndjekës të radios Fatia, ku jemi së bashku në këtë emision Biseda Ramazanit, ku si çdo herë, si çdo vit së bashku që qërohemi në këtë muaj të begat të Ramazanit, që të bisedojmë, të bashkëbisedojmë të ftuar në fushat e ndryshme të jetës sonë shoqërore, ku sonte kemi të ftuar doktor Agron Ibrahimin, që është drejtori i fondit për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave në pakicave të Maltezi, me qenë se fondi është mbështetës i këtij emisioni për krahës në çdo moment për të gjithë neve të cilët kur kemi nevojë, kur kemi një plan, një projekt që ta realizojmë, veprojmë në bashkëveprim dhe bashkëpunojmë me fondin. Me qenë se temat e ndryshme i zgjallim të ftuarit nga lami të ndryshme siç e cekem nga jeta jonë shoqërore. Sot pikërisht kemi zgjallur edhe doktorin i cili është edhe doktor në fushën e arsimit, në fushën e ekonomisë, por në radhën e parë dëshirojmë që të flasim dhe të bashkëbisedojmë për qëllimin, për realizimin e fondit, për një rezume apo një sqarim të punës së tij në fondin të cilin e cekem më parë. Doktor, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit. Spar ju falenderoj për ftesën që dhe kohën cilin e keni gjetur të bashkëbisedojmë lidhje me punën e cili realizon fondi për mbrojtjen dhe realizimin e drejtave të pakicave në Maltezi. Do të thotë fondi merret me financimin, vetë fjala fond do të thotë që nga buxheti i shtetit ndahet një pjesë e mjeteve financiare e cila i dedikohet fondit për pakica dhe ato mjete financiare dedikohen përmes konkursit publik për financimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicave në Maltezi, dhe kur themi të pakicave në Maltezi, aty kemi të bëjmë me gjitha llojet e të drejtave të pakicave në Maltezi. Pari kemi të bëjmë me drejtat e përgjithshme të pakicave në Maltezi, pastaj me ruajtjen e traditave të tyre, të cilat i kanë të hershme, pastaj ruajtjen e kulturës së tyre, dhe ruajtjen e një pjesë, mund të themi edhe arsimimit, si dhe të fesë. Do të thotë ishte institucion i cili përveç të mbrojtjen edhe traditave të tyre, bën financimin edhe pjesës së fesë të cilat e kanë si trashëgimi pakicat në Maltezi. Me qenë se folëm për ruajtjen e identitetit trashëgimisë së pakicave në Maltezi, shohim se kjo botë me të vërtetë është një botë sekulariste, globaliste, ku ecim shumë shpejt në hapin e kohës, shumë shpejt ndoshta edhe nga lidhja jonë me teknologjinë, siç e cekët dhe ju i kemi harruar, edhe disa tradita të cilat i kemi pasur, por fondi bashkëvepron por në këtë mënyrë që të ruajmë edhe identitetin, traditat, që t'ju përcjellim edhe brezave të ardhshëm këtë traditë, duke marrë shembull nga zona të ndryshme apo pa cekur në detaje se cilat pjesë financohen, është edhe një mirësi që fondi vepron që të mos globalizohemi kaq shpejt, apo? Po, do të thotë për pikërisht është edhe qëllimi i këtij institucioni shtetëror, do të thotë që përmes këtyre mjeteve financiare të cilat ju dedikohen organizatave të ndryshme jo qeveritare, institucioneve, do të thotë institucione të tjera, do të thotë persona juridike apo personat fizik, të cilët me projektet e tyre kandidojnë për realizimin e projekteve gjatë një viti kalendarik, ka të bëjë edhe me ruajtjen e traditave të tyre dhe identitetit të tyre. Për arsye që në një botë globale, do të thotë si popujt të cilët janë pakicë në ndonjë shtet, qëllimi i tyre kryesor është për mos humbjen e tyre apo ruajtjen nga asimilimi i tyre, të ruhet tradita e tyre, të ruhen veset e tyre, të ruhet do të thotë zakonet e tyre, pastaj të ruhet edhe qëllimi se si ato të ruhen është që ato të bëhen në mënyrë të shkruar, apo përmes ndonjë evenimenteve të ndryshme kulturore artistike, ndërsa njëjt kemi të bëjmë edhe me ruajtjen e traditave fetare, do të thotë si është karakteristike e zonave tona në Ballkan, pasi që ne jemi një shtet multietnik, do të thotë përveç projekte të cilët janë dedikuar për një
popullsi apo për një popull pakica apo për një fe të caktuar mund të bëhet edhe projektet multikulturore apo multinacionale, do të thotë që integrimi i dy popujve apo dy apo më shumë popujve në mënyrë që të njohin njëri tjetrin më së miri. Integrimi, bashkëpunimi, keni pas ndonjë shembull që ju ka lënë bresa kur keni hasur në një financim apo në një përkrahje, siç e përkrahni ju fondet kur keni parë një vepër apo ndjesi? Po, pasi që në këtë post relativisht jam ka 4 muaj, do të thotë edhe unë do të thotë detyrën e kam marrë në shpërndarjen e mjetë financiare ndaj projekteve në thirrjen publike për vitin 2024. Tani jemi duke ish faza e realizimit të këtyre projekteve dhe çdo projekt e ka atë lëmin e saj interesante dhe për mua më shumti do të thotë cilët projektet cilët kanë interesimin më të veçantë janë projektet të cilët do të thotë shikojnë të ruajnë identitetin e tyre, do të thotë kombëtar të zonave të ndryshme, pasi që këtu në Malzi kemi të bëjmë me ndarjen e zakoneve apo të traditave përmes zonave të ndryshme, pastaj bashkëpunimi i ndër etnik, do të thotë i bashkëpunimi i projekteve që mund të kemi, bashkëpunimit i një projekti përmes dy etniciteteve, do të thotë kemi të bëjmë shembull një projekt të njohjes më të mirë, shembull i cili është duke u zhvilluar gjatë kësaj periudhe i popullit bosnjak me popullin rom, pastaj kemi të bëjmë do të thotë me disa evenimente kulturore artistike të zonave shqiptare në veri të Malit të Zi, në Plavë dhe Guci, dhe është disa projekte interesante të cilët mund të do të ruajnë traditën e asaj zone. Me qenë se po flasim, po bashkëbisedojmë, kemi edhe përgjigje për gjithë ata të cilët ndoshta edhe shohin vetëm zi, shohin vetëm një pikë të caktuar, por kur i përmendet gjithë këto aktivitete, gjithë këto mbështetje, shohim se ka shpresë, ka punë, ka vende plot për të mbushur apo për të realizuar projekte të cilat, siç i ceket ju, për ata të gjitha ata të cilët dëshirojnë që të ecin përpara apo kanë ndoshta ndonjë ide që mundet bujron kushdo që ka një ide, një mendim pozitiv për zhvillim, për realizimin apo për mbrojtjen apo për mos hupjen e këtyre traditave të cilat ne i kena pas. Dhe me qenë se ne si hoxhallar dhe si teolog, kur flasim që Ramazani është muaji i cilit ne i përsërisim gjërat që të mos harrohen. Dhe kjo përsëritje për gjithë ata të cilët ndoshta edhe nuk kanë arritë që të ndigjojnë këto fjalë, nuk kanë arritë apo që ta njohin edhe punën e fundit, ishte shumë me vend në këto momente ku është Ramazani muaji i përsëritjes, me qenë se folëm edhe për Ramazani dhe emisioni është Ramazani. Kishin dëshirë që të ndajmë së bashku ndonjë emocion nga ju gjatë këtij muaji të Ramazanit, ndonjë agjerimin e parë, agjerimet që i keni kaluar ndër vite me familjet që i keni, bashkëpunimet, fëmijët, i nxisni të agjerojnë së bashku me ju? Po, do të pasi që lloni përkas do të thotë fesë islame, do të thotë më i shenjtë në qatë i vitit do të thotë është muaji Ramazani dhe është obligim fetar që të mbahet agjerimi dhe si edhe do të thotë personalisht do të thotë pasi që feja është diçka intime dhe ajo se çka mund ta bëj publike është që unë agjeroj nga mosha 12 vjeçare, nëse nuk ka bëj sakt vitin dhe pasi do të thotë pasi një periudhë time kam kaluar nëpër studime dhe nëpër edukime nëpër shkolla, do të thotë një pjesë tjetër time kam kaluar jashtë familjes në lëvizje dhe jashtë jo pranë familjes time, do të thotë gjatë gjithë kësaj periudhe më ka përcjellur do të thotë që
do të thotë pjesa e muajit të Ramazanit ta kaloj në ndonjë vend tjetër dhe jo pranë familjes, dorso në periudhën sa jam pranë familjes, do të thotë ne i praktikojmë do të thotë organizimet familjare, do të thotë pastaj organizimet e cilat janë brenda një komunitetit, do të thotë në organizimin e pritjes së iftareve të përbashkëta, dorso po ashtu edhe do të thotë si familjar, do të thotë që jam dhe edhe fëmija, do të thotë mi cilët janë mbi moshën 12 vjeçare praktikojnë pjesën e argjerimit në një pjesë pothuajse të mirë. Jo komplet jo komplet do të thotë të muajit, por varësisht nga obligimet e tyre edukative dhe sportive, pasi që njëri nga ato mi ishte sportist profesional, do të thotë e praktikojnë edhe argjerimin e muajit të Ramazanit. Mashallah, mashallah, Allahu ju shpërbleft, ju pranoft lutjet, agjerimet tuaja, përpjekjet që bëni jo vetëm për neve, por dhe për familjen, Allahu ju shruft në sevapet tuaja. Në qenë se thamë jeni edhe doktor shkencas, një këshill kishim marrë për ju për gjithat të cilët janë në shkolla, dëshirojnë të shkojnë në shkolla, apo ata të cilët dëshirojnë të lexojnë, të studiojnë, kishit? Po, do të thotë edukimi dhe shkenca është bazë e cila nuk duhet të humbet, do të thotë dhe për dhe çdo komunitet duhet që të shkojnë nga ajo, pavarësisht globalizimit dhe teknologjisë dhe informatave të cilat ne mund t'i themi që i kemi në Google, nuk do të thotë ajo nuk është rruga e cilat mund të edukohen brezat e ri, por brezat e ri ju sugjeroj që të vazhdojnë, do të thotë të nxiten, që të vazhdojnë rrugën e edukimit, për arsye që ishte vetmja rrugë e cila mund do të thotë ta ngrisë një shoqëri në një nivel më të lartë, do të thotë edhe komunitetit kombëtar dhe si edhe në komunitetin ndërkombëtar, dhe pa edukim dhe do të thotë pa hulumtim në shkencë nuk ka një arritje të mirëfillt. Shkenca natyrisht që Islami e përkrah shkencën, duke ditur se urdhri parë natyrisht joni është që lexo mëso, por duke lexuar, duke studiuar, duke mësuar, njeriu edhe ngrihet, por natyrisht që edhe grada shkencore atë e ndihmojnë që ai të ngritet në pjedestalet më të larta. Dhe pikërisht dhe ky muaj Ramazani që ndodhemi ne është një muaj i edukimit, një muaj i cili ne përfitojmë nga edukimet e begatat e tia, si në xhami, si dhe në shkolla. Ka ndonjë moment kur keni pas për shembull ndonjë ligjërat apo që ju ka tërhequr, që ju ka lënë mbresat të ndonjë hoxh apo ndonjë ligjërat që keni dëgjuar ndonjëherë në ndonjë xhami, duke bërë ndonjë lidhje me shkencën, me lamin të cilën e keni ju? Pak ka do të thotë shkenca, përkas shkencës së ekonomisë, dhe pak ka do të thotë në territorin e Ballkanit, do të thotë teologë cilët merret edhe me studimet e shkencës ekonomike, mirë, por më shumë i mbajnë mend ato nga studimet nga Prishtina, do të thotë disa teologë cilët ishin nga ato vende, si dhe nga vendet edhe nga vendet turke dhe nga vendet arabe, dhe ndërlidhja do të thotë se edhe feja islame ka të posaçme, ka shkencën e ekonomisë, e cila ka një kontradikt me shkencën ekonomike të botës së globalizuar, se në të ardhmen do të thotë ka hapësirë, do të thotë të zhvillimit dhe edukimit në territorin e Ballkanit, të promovimit të shkencës ekonomike në bazë islame. Doktor, faleminderit që ishit pjesë e bisedave të Ramazanit, edhe njëherë në emrin të gjithë stafit të Radios Fati, në stafin të bisedave të Ramazanit, ju falenderojmë për përkrahjen që keni bërë për emisionin tonë, ju si fond, ju veçanërisht edhe si doktor. Allahu ju shpërbleft në të mira, ju pranoft lutjet e agjerimet tuaja, ju urojmë çdo sukses në jetë, në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Faleminderit, gjithashtu dhe ju uroj sukses dhe çdo të mirë, dhe ju përgëzoj për emisionet, për punën që bëni, dhe shpresoj që bashkëpunimi
dhe financimi i këtyre projektet nga fondi tjetër edhe në vitet e ardhshme. Inshallah. Të nderuar dëgjues, kaq kishim edhe për emisionin e sotëm këtu në frekuencat e Radio Sfati. Në emisionin Biseda Ramazanit, ku si çdo herë kemi folur me tema të ndryshme, por kësaj herë kishim të ftuar një doktor shkencash në shkencat ekonomike, ku folme për disa detaje edhe për përfaqësimin e fondit që bën, por edhe për të gjithat ato të cilët ishin pjesë e këtij emisioni. Ju urojmë një agjerim të lehtë, të këndshëm dhe të pranuar. Allahu ju pranon lutjet tuaja, mos na harroni në dua, ne nuk ju harrojmë në dua, dhe deri në dëgjimin e radhës. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.